Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimin takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me librin të ecim në gjurmët profetike me pjesën e 5 në shenjat e kiametit, bab qithalul yahudi wat turk. Tematika lufta kundër jehudëve, çifutëve dhe turkëve, nuk është për qëllim vetëm turqit, por është për qëllim mongolët dhe llojin apo racën e tyre e cila ndodhi me kohën e mongolëve apo tatarëve që thonë arabët. An Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal, transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahud, nuk do të ndodhi ditja e kiametit derisa të luftoni jehudët, çifutët. Hatta yaqula al-hajaru wara al-yahudi, derisa të thot guri, i cili mbas ti është fshehur jehudi, thot ja musliman, hadha yahudiyun warai faqtulhu, ky është qifuti mbas me është fshehur, vritet. E transmeton Imam Buhari dhe Muslimi rahimahullahu taala. Në këtë hadith tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në fund të kohës afër kiametit, për shkak të krimeve dhe zullumeve të mëdha dhe padrejtësive të mëdha dhe mosmarrveshjeve që do të ketë në fundin e kohës, pra para kiametit, shenjat mëdha të kiametit, muslimanët do t'i vrasin çifutët, do të luftojnë me ta derisa gurët dhe çdo gjë rreth tyre do të dëshmojnë që ja ku është qifuti, pra është fshehur mas meje, pra merr dhe luftoj atë dhe vritet. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që të na ruajë nga sherrri dhe fitnat dhe sprovat, dhe lutim Zotin subhanahu wa taala që të ndihmojë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë kudo që ndodhen. Po ashtu tregon Abu Huraira ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu at-turka sigharu al-a'yun humur al-wujuh zulf al-unufi كأن وجوههم المجان المطرقة أو مطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. Thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, thot i dërguari i Zotit, nuk do të ndodhi kiameti derisa të luftoni turqit. Dhe turqit këtu është për qëllim mongolët, i ka përcaktuar dhe i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam kush janë, me sy të vegjël, ka thënë pejgamberi sa me sy të vegjël, fytyrë kuq, hund shtypur, pak a shumë, kanë wujuhum al-majan al-mutarraqatu, sikur fytyrat e tyre të janë si rreth rrumbullakët, al-majan al-mutarraqatu, diçka si mburoj që mban kur dikush dëgjon me shtinja ti e pret, me shigjeta ti e pret ata si tip mburoje, pra fytyrë shtypur ngjeshur, rrumbullakt. Wala taqumu as-sa'atu, dhe nuk do të ndodhi kiameti, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa të luftonit popull ni'aluhum ash-sha'ru, pra i kanë pra sandalet, kputucët e tyre të veshura me lesh, bëhet fjalë pra për mongolët. Pra kjo është pjesa e 4 e shenjave të kiametit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kjo është pjesa e 5 e shenjave të kiametit, ku i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë nga shenjat e kiametit janë këto ngjarje që do të ndodhin. Dhe lutim Allahun azza wa jall na ruaj nga sprovat dhe fitnet, dhe mos na sprovojë atëherë kur njerëzit do të jenë konflikte të mëdha dhe në sherrë të mëdha. Pra lutim Zotin azza wa jall na largoj nga tilla ngjarje dhe të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit dhe sunetin e profetit tonë alayhi salatu wassalam, gjë që tregon vërtetësinë e pejgamberisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam, që ai nuk flet nga vetja e tij, por me shpallje që i vjen prej Zotit të tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.